Bushat, ti që mendon tani këtë? Drejta e këtyre është me Zotin ore, që të bëjnë çdo gjë, po... Relative është e, sa është me Zotin. Në një kuptim, edhe unë kur gjova që, po bëjnë mbledhje, janë sa njerëz që e duan Partinë Demokratike me i ftyrë 3, duan të afrojnë më shumë njerëz, thash o sa mirë. Dhe këtë do e thosha për çdo shoqat, për çdo parti në Shqipëri. Sa mirë. Kur gjova sot Berishën, çfarë tha Berisha? Këta tha kanë agjendë personale, tha këta i mbushin sallat me socialista, këta nuk kanë gjetë momentin e dur, tha se ne jemi me Ramën, me Ballukun, betej. Thash një gjë, që tjetër gjë është parimi dhe tjetër gjë është realiteti. Parimi tyre, ne që flasim këtu, mund të na duket idealist, kulluar, i mirë. Por, kjo është si t'i shkoj unë ti me gjyshe një ditë në shtëpi, e ti them, hiq shamin dhe dil në bulevard me minifund. Do ajo dali me minifund në bulevard, apo do të ri e strukur me shamin bunkerën e vetë. Në këtë kuptim, ajo që duan të bëjnë këta, më duket shumë Don Kishoteske, jo Don Kishoteske në kuptimin që e kemi shqiptarizuar ne, po si një fabull e pamundur. E pamundur, në këtë pikë pamë, se Don Kishoti është njeri i mirë. Ju vetë e thatë. Ju me e the mirë, se Don Kishoti i roli ati është, ashtu është shumë i mirë. Iku preqim emocionistët. Iku pastaj në 97-ën, ajo partia me emër seksual, partia idealeve djetorit. Mbanon që u larguan në 97. Pastaj doli Polo. Në historia ka treguar që kjo parti nuk është parti demokratike. është parti berishiste. Dhe duke qenë berishiste, çdo tentativ duke njohur historinë e saj, është misioni pamundur, gati të bën qesharak. Do me thënë, unë sot kur gjova Berishën thash, këta shumë mirë që e bëjnë këtë gjë, por këta duan të ndihmojnë dikënd që nuk ka nevojë për ndihmë. Ai e di si e do partinë e tij, të cilën e kontrollon si një bunker. Atëherë, por atë do. A shkon të ka ndërtuar të ndihmosh dikë që do të jetojë në bunker? Kjo është pyetja që shtrohet sot, jo para këtyre, po para çdo lëvizje me PD. Atëherë thuhet se kur thua këtë, është një optik pesimiste. Dhe thua, ore, çfarë do ndodhi në Shqipëri? Pra, në qoftë se ne, unë të paktën, se jo gjithë të ndoshta bien dakord, themi që jemi përballë një regjimi, por me një opozit të dobët, të pareformueshme. Unë besoj që roli një opozite është ta sfidojë regjimin me zgjedhje. Këtu regjimi me zgjedhje nuk rrëzohet. Është një iluzion. Dhe këtu regjimi po rrëzojnë ditë, do rrëzohet me përmbysje. I mori nxori 200 vjeta për... Dhe kur të ndodhi përmbysja, nuk do marri vetëm Ramën përpara. Do marri shumë. Do marri dhe Partinë Demokratike. Ndoshta dhe të gjithë ne këtu. Dhe gjithë politikën. Pra, të reformosh një instrument që do jetë... Ne këtu ja fute kot tani se ne jemi në punë. Mund të kemi punuar gabimet gjitha, po s'ka lidhje. Dëgjoj, revolucionet me të njomin gjenin dhe të thatin, revolucionet të fshin, po ndodhin ditë. Pra, nuk do ketë. Në këtë kuptim. Po që revolucion 200 vjeta kishte në shesh mërbur? Po s'do e bëj PD-ja, pra, ata ishin të PD-s. Po kush të e bëjmë? Pra, unë po të them kur të bie Rama... Palestinezi, që më tregoj rrugën mua. Rama bashkë me këmbën në varr, do tërheqi dhe PD në varrin e vetë. Kur kjo të ndodhi, nuk e di kur do të ndodhi, dhe bashkë me PD-n thash dhe mua me ty, po të fuz dhe vete. Me më mirë dhe gorë. Pra, ruaj në Ramën thuti, këta që të zgjasin jetën e tyre.
PD-ja duhet ta ruaj Rama. Pa to po bënë. A ruan. Po E ruan, po e ka shpallur monument. Kështu që në këtë Dhe e mbron me kuptim të që gjitha- themi, mos dalim shumë teori. Pyetja që kam unë, pra në optikën time, është ja vlen të reformosh një instrument i cili në asnjë moment nuk do ofroj zgjidhjen përfundimtare, në këtë kuptim them është Don Kishoteske si Një pyetje, lëvizje. ta bëj, këto Patjetër. kanë në një detyrim, po bëjmë bisedë, për të janë më të votuarit, një pjesë ato që kanë dalë. Kanë këto në një detyrim ndaj votuesve të tyre, këta duhet të rrinë kështu me qenë se s'po lëviz gjë. Jo, po lëvizin, A po duhet bëjnë bëjnë diçka këto? Jo, dolën o kajtë. Thjesht për të respektuar votën s'paku. Si mendon? Pa dyshim. Ma pra, t'ja njohim këtë. Pa dyshim. Problemi është, unë po shkoj një hap më larg. A Mirë, ka jo, mundësi, a do me Duhet pyet më mua? a shumë tot. ka Pa mundësi tjetër. qoftë Jo, sukses minimal. Kalon dhe Do me pastaj thënë, kemi Ali Mehmetin që. se mua kjo edhe këtu e mbarova. Kjo zotit Ali Mehmeti më trishtoi akoma dhe më shumë. Që ishte shumë e rëndë kjo që dëgjova. Pra, mirë Berishën e njohim për kryetar. Por, se po njeh Berishën për kryetar, njeh dhe flamurin dhe gjithë hierarkinë që ka caktuar Berisha, se ata s'janë caktuar në mënyrë demokratike. Por tjetra, ishte më e rëndë. Doja të... Ishte më e rëndë. Dhe Ishte se që në qoftë se kjo lëvizja jonë emancipuse mund të krijoj përçarje, unë s'jam për përçarje, tha. Berisha që sot ta shpalli përçarjen. Pra, me fjalë e zotit Ali Mehmeti që sot duhet ta mbyllin lëvizjen. Se Berisha sot të e palli si përçarse, po. Për çfarë? Kështu që Prandes jam i pa shpresë. Dakord. Jo, mos do është Jo. e përgjigja, po Jo, përgjigje të kësej, i dëgjoj të tre dhe fleta i pas. unë ndryshe ka bushati, unë mendoj që PD nuk është e Berishizë, nuk është e Berishës. Berisha sigurisht ka instrumentet, ka parat, ka struktura, ka grup të organizuar dhe nëpërmjet kësaj ai e mban peng Partinë Demokratike. Por në thelb Partia Demokratike unë besoj që është tjetër gjë. Partia Demokratike ka Të ndëroj që edhe për shikuesin. Ju thoni një gjë krejt tjetër dhe unë nuk e kuptoj këtë dhe duhet ma sqarosh më qartë dhe më thjesht. Ju thoni që Partia Demokratike nuk është e Berishës. Okej. Atëre, kush nga ata nuk është i Berishës? Por e se Shembull, erdhi Berishis- Gazbardi, Ej, pa vull, pa gjë, i mblodhi gjithë, mori 500.000 vota, ato janë. Dhe ata E ka të kurrur, dhe e ata ka që të mbetën ajo mbrapa, Berishis. dhe ata që mbetën mbrapa hezituan fort. E dikush është sot partizani më i madh që tha si Berisha lind në 100 1000 vjet se sa tha. Gjekmarku. Gjekmarja, po. Gjekmarku. Gjekmarja nuk është berishist. Gjekmarja unë ta ke thënë për të oportunizëm.